është një prej fjalëve që shumë besimtar do të përfitonin vetëm këtë fjalë sonte me dëgju. Është fjalë e fuqishme që thot Sheikh Rabia rahimahullah. Wad-dinu fihi umurun ghaibiyye. Në fe ka gjëra që janë sekrete, ghaibiyye. La tudrikuha al-uqul. Logjika e njeriu nuk i percepton. Mendja e njeriu nuk i kap ato. Fejejibu l-imanu biha. Pra a ka gjëra në fe, sepse ka thirrsa të cilët mundohen që çdo sa me lidh me logjik. Çdo sa mundohen me lidh me logjik. Kjo është gabim. Logjika jonë është me besu atë që ka thëtë Allah. Kjo është logjika. Prandaj kjo fjalë që është edhe një herë, wad-dinu fihi umur ghaibiyye, në fe, në Islam. Pra në gjëra që janë të lejuara, apo ndaluara, apo lajmet, apo ato që na flet Allahu. Qoftë me ndonjë urdhëresë që për neve mund të jetë e pa konceptueshme, e pa logjikshme, apo me ndonjë ndalesë, apo për xhenetin, xhehenamin, për lidhet, për çështje të ndryshme, la tudrikuha al-uqul. Mendja e njeriu mund të mos i kuptojë ato. Nuk arrin me i kuptu drejt. Fejibu l-imanu biha, por është obligim me i besu ato. Wat-taslim biha, dhe me ju dorëzu. Islam, taslim, muslim. Pra fjala musliman është për qëllim me ju nënshtru Allahut. Wa in lam tudrikha al-uqul, pavarësisht a ke kuptuar apo nuk e ke kuptuar. Sikur edhe për çështjet dunjas, ka gjëra që para 300-400 vjetëve mi u pa thonë njerëzve, a do ta besoni që do të udhëtoni prej një vendit largë që kanë udhëtu për një muaj, do të udhëtoni brenda një ore me aeroplan. Nuk do ta besoni njerëzit. Pra, logjika e njeriu nuk do ta pranonte, do ta refuzonte dhe do thonte kur nuk do të ndodhë kjo. Pra, edhe për çështjet dunjas ka shumë gjëra që logjika nuk i percepton. Pra, para shumë shekujve apo para disa shekujve, me i pa thonë dikujt që prej një kontinent tjetër, mesazhi do të arrijë në qindrat e sekundit, pra shumë shpejt. Mendja dhe logjika e njeriu nuk do ta pranonte, sepse ai vetëm do ta imagjinonte momentin e udhëtimit me deve apo me mjete tjera, se si kanë kaluar dy muaj apo një javë, apo më shumë me arrit një letër e shkruar. Apo sikur do t'i thoshte dikujt që do të fluturonin hapësirë me udhëtim, apo shembujt e tjerë dëgjimi, zëri, apo figura, nuk do ta pranonte logjika e njeriu. Pra edhe për çështjet dunjas, ka gjëra që ti nuk i percepton mendja, por ato më vonë kupton që logjika jote është e kufizuar. Nëse njeriu e ka të qartë që pesha e tij, fuqia e tij, fuqinë e ka të mangët, të kufizuar. Pra, njeriu i ngrit 100 kg, tjetrin vjen pak më shumë, tjetrin më pak, atë që ka fuqinë. Pastaj shikimin, e sheh njeriu se ka shikimin të mangët. Dikush e më larg, diku por, prap, edhe ata që shohin zero, pra shohin shumë mirë, e kanë të kufizuar. Pra në momentin kur e sheti numrat aty, që mjeku të orienton, nëse largon 1 metër më larg e kupton se aty përfundon shikimi. Po te logjika, kështu është edhe logjika. Pra, kështu është edhe logjika. Nuk guxon ti me bazu fen logjik, sepse aty përfundon. Sikur ai shikimi nëse largohesh 1 metër prapa, aty është edhe logjika. Kaq. Për këtë arsye, logjika e vërtetë është me besu gjitha çka thot Kurani. Gjitha çka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Mjafton a ka thon Allahu, a ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, është çështje e prerë. Kjo është edukata që duhet me pas. Kjo është edukata. Kjo është edhe çështja në raport me pushtetarët. Mund të jenë gjëra që nuk na pëlqejnë, mund të jenë gjëra, por kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe nëse janë zullumçar duhet me bëu durim ndaj tyre. Kështu na ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Por nuk po e kap logjika e njerëzve. Si me u bind atyre, si me mos me u çu kundrejt tyre kur ata bojnë pa drejtësi.
Pra kjo është dini i Allahut.